Në Galerinë e Arteve Vlorë u çel ekspozita e radhës e grupit Muri, ku piktura, skulptura, karikatura dhe qeramika vinë së bashku në një hapësirë krijuese dhe frymëzuese. Një ngjarje artistike që bashkon vizione, stile dhe emocione të ndryshme, duke i dhënë publikut një përvojë të veçantë arti. Ekspozita e 12 artistëve vjen në Vlorë nën kujdesin e veçantë dhe iniciativën e arkitektit dhe karikaturistit të njohur vlonjat Arben Meksi dhe do të qëndrojë hapur për 10 ditë deri më 30 dhjetor. Ky event bëri bashk piktor, skulptor, qeramist dhe karikaturist. Artistët nga më të mirët e vendit ton ekspozuan 50 punime në gjini të ndryshme të artit. Si asnjëherë më parë në Vlorë, bëhen bashk dhe shpalosin vlerat e tyre në gjini të ndryshme të artit 12 personalitetet: Arben Meksi, Adrian Devolli, Agron Polovina, Fatmir Minga, Fatmir Trufina, Idris Balani, Luan Borici, Lambrini Dena, Leon Çika, Mariana Goxhabelliu, Nazuf Myftari dhe Violeta Kongo. Kurator të ekspozitës janë Saimir Çuçi dhe Ermelinda Xhebro. Në ceremoninë e hapjes së ekspozitës morën pjesë kryetarja e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini, intelektual, artist të qytetit dhe personalitete të tjera të ftuara. Aktiviteti u çel nga drejtuesja e Qendrës Kulturore Vlorë, Angela Kaplani, e cila ka falenderuar arkitektin dhe karikaturistin Arben Meksin, që zgjodhi qytetin e Vlorës për këtë aktivitet. Jam shumë e lumtur që është e disajta herë që galeria e qytetit tonë të imbushet me njerëz dhe me ardashës siç jeni të gjithë juve. Faleminderit Arben, faleminderit për ekspozitën e 8 të Murit dhe faleminderit që zgjodhi qytetin e Vlorës bashkë me të gjithë të artistë të talentuar për ta bërë sa më të bukur galerinë e qytetit. Pranë meje kam dhe kryetarin e bashkisë, zonjën Brunilda Mersini, pavarësisht ngarkesës të madhe që ka për qytetin e Vlorës, nuk e lë asnjëherë mbasdore artistët dhe artin. Kryetarja e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, tha se Vlora është djep i artit. Mersini shpreu mirënjohjen e saj për Arben Meksin, që solli në Vlorë këtë aktivitet madhështor. Vlora në fakt është djep i artit, është ai qyteti ku për herë të parë edhe në vazhdimsi, në skenë e teatri apo në të galeri, piktorë të mëdhenj kanë operuar. Edhe pa tjetër që ne kemi nevojë për artin, sepse në një moment ku bota i mungon ndjeshmëria, i mungon emocioni, pikërisht jeni ju, që diku me penel, diku me brush, e diku me frymëzime të tjera, i jepni jetë emocioneve dhe shpirtit njerëzor. Edhe për këtë neve jemi mirënjohës. Një mirënjohje në fakt shkon edhe për Benin, veçanërisht për këtë organizim të jashtëzakonshëm në qytetin tonë, edhe shpresojmë që viti 2026 të jetë një derë e hapur për ekspozita të tilla të këtij niveli. E shijofshi këtë mbrëmje edhe në vazhdim edhe një urim për festat, paçi gëzim në familjet tuaja për një vit 2026 të begat. Arkitekti dhe karikaturisti i njohur vlonjat Arben Meksi theksoi se kjo ekspozit bashkon vepra arti, frymëzim dhe mendim. Ky aktivitet mbledh 12 artistë të shquar në pikturë, skulpturë, karikaturë dhe qeramik. Kjo ekspozit është një dialog i hapur mes formës dhe ides, mes traditës dhe bashkohores, mes reales dhe simbolikës. Çdo vepër e ekspozuar mban brenda saj jo vetëm dorën e artistit, por edhe kohën dhe përjetimin personal që ka lindur këtë vepër. Piktura na fton të ndalemi dhe të reflektojmë përmes ngjyrës dhe dritës. Skulptura na përball me hapësirën dhe trupëzimin e mendimit. Qeramika na rikujton lidhjen e lashtë mes njeriut dhe tokës, ndërsa karikatura me gjuhën e saj të mpret dhe ironike na sfidon të shohim realitetin me sy kritik dhe me humor inteligjent. Këta 12 artistë, secili me individualitetin e vet, në rrugën e vet krijuese, bashkohen sot për të treguar se arti shqiptar është gjallë, i larmishëm dhe në dialog të vazhdueshëm me botën. Ky bashkim disiplinash dhe zërash krijon një mozaik që pasqyron kompleksitetin dhe bukurinë e shprehjes sonë artistike. Falenderojmë artistët për guximin dhe për kushtimin e tyre, si dhe të gjithë ju që jeni sonte këtu për të mbështetur artin dhe kulturën. Prania juaj i jep kuptim kësaj mbrëmje. Një falënderim të veçantë kam dhe për Adrian Devollin, iniciatorin e këtij grupi, që na ka bashkuar jo vetëm dashuria për artin, po dhe miqësia. Falenderoj me këtë rast dhe kryetarin e bashkisë që merr pjesë në të gjitha evenimentet e artit. Një falënderim të veçantë kam për
Angelën, që i ka dhënë një hop cilësor, bashkë me Erën edhe Sajmirin, kuratorët e kësaj ekspozite, kështu që ta shijojmë të gjithë bashkë dhe sa më shumë njerëz të vinë dhe ta shikojnë artin aq më të mirë, aq më të butë dhe aq më të kultivuar do bëhemi. Ju falenderoj. Falenderime dhe vlerësime kanë ardhur në aktivitet edhe nga artistët, pjesë e kësaj ekspozite. Unë do falenderoj galerinë e qytetit Vlorës, pasi na ka hapur dy herë, është era e dytë dhe besoj që do jemi të pranishëm gjithmonë. Do falenderoj kolegët e mi për veprat e bukura që kanë bërë dhe do falenderoj të gjithë të ftuarit që kanë ardhur këtu. Ju faleminderit. Në një intervistë për televizionin 6+1 Vlora, një nga nismëtarët e grupit Muri, Arben Meksi, tha se kjo ekspozit është shumë cilësore, ndërsa ka ftuar art dashësit dhe qytetarët e Vlorës ta vizitojnë. Ka shumë shikues dhe vizitor që nuk i ka parë asnjëherë Galeria e Vlorës, tregon që kjo ekspozit është shumë cilësore, është dhe mjaft të rejse sepse ne jemi 12 artistë të cilë na bashkon arti dhe miqësia, që dallohemi nga njëri tjetri për qasjen që kemi ndaj këtij arti. Tu shikoni pikturën moderne, pikturën abstrakte, skulpturën, keramikën dhe karikaturën. Do të desha që si ky grupim prej 12 artistësh të krijojnë dhe grupime të tjera dhe brenda në qytetit tonë, sepse arti kur është krijon polifoni, kur është bashkë, se mund të hapësh një ekspozit personale, po duke u parë shpesh punët bëhen monotone, ndërsa kur jetë 12 artistë bëhen dhe më të rejse. Unë kam paraqitur artin tim të humorit, disa e quajnë karikaturë, ndërsa Mojkomi i nderuar e quante metafora të pikturuara, dhe një analist dhe estet i madh filozof italian Umberto Galimberti i quante metafora irracionale, sepse këto tregojnë njeriu se si duhet jetë, domethënë në të kundërtën e atyre që tregon ky lloj arti. Natyrisht që kjo do të qëndrojë hapur, u hapur festat e fundvitit, do të qëndrojë 10 ditë dhe dëshiroj që të gjithë vlonjatët që duan artin dhe kulturën të vinë ta shikojnë, sepse kush shikon art kupton më mirë botën, kupton realitetin dhe e mbush veten dhe shpirtin e tij me jetë dhe me gëzim. Ju falenderoj për intervistën, edhe juve që gjithmonë na qëndroni pranë me intervistat tuaja dhe me duke e bërë të hapur në të gjithë qytetin tonë vlerat e artit dhe të kulturës vlonjate. Në galerinë e qytetit të Vlorës, pranë Pallatit të Kulturës, qytetarët dhe artdashësit do të kenë kënaqësinë që të shijojnë nga afër deri më 30 dhjetor ekspozitën e 12 artistëve shqiptar të grupit Muri. Ekspozita mund të vizitohet deri më 30 dhjetor çdo ditë, paradite nga ora 10:30 deri në 12:30 dhe në pasdite nga ora 17 deri në orën 19:30. Kjo është ekspozita e 8 që grupi Muri hap për çdo vit në qytete të ndryshme të Shqipërisë.